është aty geni. Dhe më thonë, lidhja... Geni është sponsor i kompanisë në cilën ka regjia nëse futet, vetëm le ta kërkon Google, Martin Berisha, IFMS, edhe e shek kush është sponsori i IFMS-it, i organizatës Martin Berishaj. Është geni i cili pastaj e punëson Martinin, e pastaj shkaktohet një lidhje e re mafioze energjetike, e pa pamen këto troje. E pa pamen nuk po e thamë veç se po muj me thonë. E pa pamen kuptimin e numrave, sepse numrat nuk rajnë. Na mujna me bëjë çdo gjë tjetër, po 800 milion euro blemje janë 800 milion euro blemje, është 5 herë ma shumë se sa çdo qeveri tjetër ma herët. Pra na kena harxhu rrym pare për me blerë rrym në kurriz të remontit të termocentraleve. Edhe ajë remonti termocentraleve kanë ekspozuar dhe këtu kanë bo biznis avokat në grup WhatsApp i kanë ndosë fitust. Na kemi mendu që imi ardhë me diskutu qartjen. Qartë, po. Mune është kjo tem. Sa luftoja antikorrupsionin është, po. Pra. Në matematikë, shumë veronë është për neve. Një person i cili, sepse kërë është prirja, një person me, se më thonë që ka një ide autokratike, është me shmang vetën mbi politiken. Dhe më thonë, ajo është dallimi i parë që e banë. Dhe më thonë, politika o që atje poshtë, edhe unë jam qiknej në altë, e tash kështu full. Na po luftojmë korrupsionin. Ti vjedh, ti bën korrupsion. Nuk është qeveria që lufton korrupsion. Tjetra, kemi pas... Ai po thot vetëm zhurmë ka më tepër, po më pak korrupsion. Para disa ditëve publikum gjithashtu në Ministrinë e Rëzetës, ishte një shkrim, Agjencia Antikorrupsion del me vendim, sepse ju ka dhonë tenderi dikuj atje në Ministri Tregtisë e Industrisë, Motra Vllaut ja ka dhonë për qendrën, për zonën industriale. Ki vendim të Agjencisë Antikorrupsion, e cila thot, let anullohet kjo. Jo që s'është anullu, kanë procedu me pagesa këta. Kur nuk është vjedh ma shumë, kur nuk ka pas paftyrësi ma të madhe në mbrojtjen e hajnave. Asni hajn nuk është shkarku, nuk është penalizu. Hajnat i kanë ngrit kënë renditje të deputetve. Duhet të ketë një verdikt plotfuqishëm gjyqësor për t'i thënë dikuj. S'po shkojnë marrë qullë, s'po shkojnë asë në gjyq. Dhe më thonë, kërë nuk shkojnë mas pari. Unë të thash, Zelenski të shkën, që po lufton me shtet, me një përfuqi botnore, e kë nuk shkën, a di pse s'ka shku Albin Kurti. Mos po më shojnë, e ka thonë, kjo në kushte normali është duhet mu konsideru satir. Kë tha nuk po shkoj, tha se rindo gazetar që atje, tha edhe më shohin të hinja të mu mrena, edhe ma nej del lajmin media botnore, po shkon për korrupsion. E çka ndodhin media botnore, du lajmi që kës po shkon për më thonë të shmin për korrupsion. Pra kë nuk shkoj për mos mu fotografu të shkua lajmin media botnore, edhe ashtu doli, që kë nuk po shkon për me dhonë dëshmi. Nuk ka, Adriatik, nuk ka fush që s'kan vjedh, nuk ka ministri që si ka dur deqitu me bekimin e Ajatullahit Albin Kurti, do më dhonë... Kjo është edhe përgjithësim. Pse? O po thoni nuk ka ministri... E kena dëshmu është dëshmu Ministria Kulturës. është dëshmu Ministria Kulturës, është dëshmu Ministria Tregtisë e Industrisë, është dëshmu Ministria Bujqësisë, sa subvencion... Ambientit, punëve të mbrëmshme. Ambientit, ujnat. Dhe më thonë, nuk ka tash, mundet bref se di cëla, kena Ministri të Religionit, s'kena po mdo këtë Ministri për Religion, se nështë edhe ata këshin vjetë. Po, se cilin Ministri, dikaster që është konë, serios, dhe më thonë, e kena Ministrin sa abuzimi ka ndodhë në Trepç atje, dhe më thonë i cili është në ingerencat e Ministrisë Ekonomisë, ku do ke pos? Po, nuk ka asni qeveri në 25 vite pas luftës, që kërkush për kundër faktit që jënë bo me dije, për kundër faktit që jënë denoncu publikisht, që kërkan kryeministri nuk e ka largu për punës. Po sot morë vendim Këshilli Pavarë Mbikëqyrës, e anullojnë një konkurs të paletëshëm, sepse e kanë zgjedh me qumë me punësu ekspert në organin shqyrtus të prokurimit, djalin e një ish deputetit vetëvendosis, kandidat tash në listë të vetëvendosis. Pra këta hynë aty, ku është fili korrupsionit, për me vazhdu, pastaj me mbrojt korrupsionin, sepse e bojnë korrupsionin ministri, Lënda shkon me ankes, e merë ai eksperti i OSHP-s aty, e trajton, e çon për votim ku e kanë edhe bordin e vetë për me mbulu komplet një skem korruptive. Që kjo s'ka ndodhur asnjëherë. Skeme organizuar? Kur hajnim atë modë s'ka pas aty aty. Kur? Hiç, asnjëherë. Nuk ka pas. Nuk ka pas. Si del Kurti atë ti thot këto që i tha? Po, zoti Kurti udhëheq një qeveri se kur ka ardhë këtu, ka ardhë demek, unë tash
i luftoj të gjitha dhe i shkatroj të gjitha organet të cilat më hetojnë mu dhe pastaj unë edhe vjedhi edhe dal ju thëmë se këtu nuk ka korupcion, sepse s'ka kush e ekspozon, s'ka kush e heton dhe s'ka kush e gjykon. Pra ndaj këta i kanë shpall luft gjyqësorit. Gjitha organeve kanë shpall luft. Gjema një institucion që heton korupcionin që këta nuk e kanë luftu, e nuk e luftojnë. Për ta mbrojtur korupcion. Sërisht për me mbrojt hajnit e veta. Mund t'japi një konstatim t'il, jeni gjatë në pjesën juridike si avokat. Realisht, qeveria nuk ka mekanizma me luftu korupcionin edhe pushteti është ndomë, a është pushtet ekzekutiv që do të me kry detyrat e veta qeveritare. Kodrat e institucioneve është agencioni për kundër korupcionit që për mendimin tem është hajgare. Tepër i parancishëm dhe hajgare pajtonë me vebin, se kallëzimet penale të ati agencioni gjithmonë janë hedhë poshtë mungesë provave, se atyre nuk i përgjegjen zyrtarë dhe institucionet me deponu, me dorëzu provat. Ndërka që sa i përket zhurmë që tha kryeministri, prokurit dhe gjykatat nuk bojnë fare zhurmë, hetojnë asë sa mumen, shumë rallë shkujnë e komunikat, ndërka që politikanë bojnë zhurmë, kur akuzohen, kur hetohen, këta bojnë zhurmë. Edhe, s'po thonë veç për këtë qeveri, për çdo qeveri që vjen për shtet çdo politikan, se nuk mundet të kërkosh më korruptu pa qenë qeveri. Edhe këta nuk me akuzojnë tash opozitën, a konë asë konë e korruptu, mësë në pasin prova dhe të qojnë prokuri. Mirë po, këto është një fatë që prokuria speciale ka rezistu, nuk ju ka nështru presioneve, ka hetu zyrtar mirë, po me këto aferat që po dalin tash raste shumë, nuk ka shumë raste në gritra akuza për korupcion. Po përmenet Ministria Kulturës, po përmenet Ministria Bujqësisë, dhe nuk me sot june s'ka akuzat të ngritra për këto qashje, hetime e di që ka. Edhe të qashja e sekretit shëtënor, më kujtu një rast që në kena pas raste me AKI-n. Në AKI-n? Po, me AKI-n, po. Çdo vendim që merr gjykata, respektojnë gjitha institucionet. Kemi hi mbrana... Përfshirë dhe AKI-ja? Po. Kemi hi me ekspert, me avokat, në objekt të AKI-s, në bazë vendimit gjykatës. Gjykata më merr vendim që ato informacione mos zbulu kur, edhe kur nuk zbulohen. Dhe asnjë palë nuk i qesëm ato informacione, dhe në rast se hetimi është zhvillu, se është edhe hetimi veçantë Mahmut Edin, është edhe hetimi që ka nevojë për vendim veçantë gjykatës për mi marrë provat, sa i përket edhe çështjes procesmbajtësve atje. Më la përshtypje me ardhë malli rezerva shtetërore, mos me shku zyrtar shtetënor, me bo proces verbal, ose me majmë sheft. Atëherë, prokuria u dash me bo kërkes, edhe prokuria, po edhe vetë palët, procedur, ka vujt me njësu për mes prokurorit kërkes për me siguru provën, se kohën kër kanë fillu hetimet, nuk e di sa është afati për i fillimit hetimeve dhe sa ardhë malli atje, mi pa kanë vujt me siguru provën me marrë videohetimet. Dhe tash nuk ka institucion shtetënor, po thuj se as privat që s'ka kamera. Po vishë ka nafat ato sa ruhen. Po, ka nafat, po varë... Mund t'jen 7 ditë, mund t'jen 3 javë, mund t'jen... Ja, dhe në 6 muaj institucionën duket i majnë. Duhet t'i ruajnë, me lisë. Po, institucionet të tila së kur portet, besoj që ka nëja fat në dosha ma gjatë, edhe pse nuk dihet. Mirë, kjo është rrët një vetë, dhe me thonë që ka ndodhë rast. Është problemi që çdo kur akuzohen qytetarët e Kosovës, ose se cili edhe shtetas të huj, prokurorët, policia dhe gjitha organët që merren me hetimet duhet me saksu provat. Duhet me saksu provat, edhe ato që janë favor, edhe ato që janë kundër. Këtë rast